Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi atë që po ndodh në lindjen e mesme, kryesisht mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit, ku ka një luftë nervash, teksa janë rikthyer dhe sulmet kundrejt anijeve amerikane nga Irani, sa i përket sulmit që ka ndodhur në detin e Omanit, dhe ndërkohë ka përpjekje për negociata kryesisht në Pakistan. Pra aty ku mbajtën negociatat e fundit, po çfarë po ndodh? Apo shkon drejt një konflikti sërish Shtetet Bashkuara të Amerikës me Iranin, apo do të kemi arritjen e një marrëveshje dhe vendosjen e paqes? Për të folur për këtë çështje ne kemi të ftuar kolegun Sokol Brahaj nga Izmiri, Turqisë. Sokol, përshëndetje. Përshëndetje. Sokol, si shikoni zhvillimet e fundit në lindjen e mesme, teksa nga një anë ka përpjekje për negociata dhe nga ana tjetër ka edhe sulme ushtarake? Apo në fakt këtë fundjavë kishim emocione shumë të mëdha, se normalisht dihet që në diplomacia dhe luftrat më të egërta kanë një portë të hapur dikur pas shpine, e cila punohet me instrumente të ndryshme për diplomaci, për bisedime, por këtë fundjavë kishim shumë të acaruar nga të dy anët. Në fakt edhe Amerika thotë që ka marrë në kontroll, pra e ka marrë në pronë të veten në disa anije një apo disa anije në det të hapur në vende të ndryshme të botës, e cilat i përkasin Iranit, të cilat thuhet që janë anije private, pra nuk kanë lidhje fare me luftën apo me shenjë thjesht anije biznesi, po edhe në anën tjetër edhe Irani thotë që ka sulmuar, po ata sulmimet të anijeve amerikane janë thjesht për t'i alarmuar, pra që keni kaluar vijen e dur, siç është me të drejtën në detin të drejta e deteve e ujtit, por gjithsesi përsëria e tavolina e bisedimeve me sa duket sot apo nesër do të bëhet diçka për të mbledhur përsëri, po të thuash gati njëjti staf siç ishte një javë më parë në Islamabad, normal në mbikëqyrjen e kryeministrit dhe shefit të shtabit të Pakistanit. Deri tani në orët e fundit Amerika thotë që tashmë po nisen për rrugë negociatorët e tyre, pra siç është dhe ndri Vitskop edhe Vance, por nga Irani njëherë thonë që, më thënë, një pjesë e medias së Iranit, e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit, thotë që nuk kemi gjë të tillë, kurse media iraniane zyrtare e shtetit thotë që po do të kemi bisedime, por kushtet nuk janë ato që i folën para një jave, pra nuk mbaroi armëpushimi, edhe pse sipas kërkesës së Iranit, i cili do të ishte me patjetër edhe Libani pjesë e këtyre negociatave, pra do të pushonte, do të kishim janë pushim edhe në Iran. Përsëri deri diku u afruan të dy anët në tavolinë, por siç dihet domethënë në konflikte kaq specifike dhe kaq të ngatëruara me njëri tjetrin, një gjeografi shumë të madhe dhe me aktor, apo të thuash shumë të gjerë, për shembull në një anë kemi superfuqi më të madhe të botës, po ashtu kemi edhe aleatin e tij më të ngushtë siç është Irani, por nga ana tjetër kemi siç është Izraeli, kurse nga ana tjetër kemi Iranin, ku dihet që ka dhe proksiz e veta që i ka shumë të fortë, e cila ka vazhduar domethënë të bëjë ullën sipas strategjisë së vet të Teheranit, siç është Hezbollahu, Hamasi apo dhe Houthit, por në fund të fundit u arrit diçka, pra u arrit një gjë e cila thuhet që të paktën e kemi një dritë, ndoshta jo të gjelbër, por të verdhë, për të cilën do të na çojë në një tavolinë. Pra këto janë përrëndësimet zyrtare nga Amerika, kurse Irani thotë jo, Irani ka shumë pak besim tek Amerika dhe tek Izraeli, sepse dihet dy herë të fundit, pra që vitin e kaluar, për qoftë edhe vitin e kaluar javën 2 javore, por edhe këtë vit që tashmë kemi 40 e sa ditë që ka filluar lufta, Izraeli dhe Amerika kanë filluar bombardimet kur ishim në paqe, pra kur ishim në tavolinën e paqes, ku flishte herën e parë në Gjenevë, por ashtu edhe herën e dytë. Gjithsesi pritet që të kemi të paktën një armëpushim, por duhet të thënë kjo është shumë është një gjeografi apo dhe janë aktorë të ndryshëm në një tavolinë shahull, saqë në të vërtetë të dy anët mundohen që të zgjasin këtë
lloj procesi, qoftë procesin e luftës, por qoftë edhe procesin e paqes, të cilat të dy anët duan të dalin fitimtar, por me pa nga ana ushtarake, pra nga ana mallore, me pa Amerika deri me tani, edhe pse ka humbjet e saj kolosale, ka humbjen e besimit tek aleatet e saj, të cilat i paguajnë Amerikës me triliona dollar, si që në vendet i gjithë përsi Arabia Saudite. Amerika nuk i mbrojti dot, po ashtu edhe Izraeli, i cili është si themi, domethënë në shqip është djali i shirit për Amerikën, është Izraeli, përsëri e gjithë ajo mitologjia e cila mbi Izraelin nuk fluturon dot asnjë mizë jo më që të bien bomba në të, edhe ai mit pra u thye nga ana e Iranit. Pra kemi një gjendje me të vërtetë shumë ashtu, por nga ana makro unë për shoh që Amerika pa arritur qëllimet e veta nuk do të ndaloj, e para. E dyta, e gjithë ky armatim po bilet tash edhe për gati 10.000 ushtarë bëhet qartë që po vinë në lidhjen e mesme, pra Amerika po dërgon përsëri ushtarë atje. Duket që me vërtet Amerika e gjithë këtë armatim dhe gjithë këtë sargjim nuk e ka thjesht për Iranin, por e ka edhe shumë më gjërë, e cila është Kinas, që po të thuash, të gjithë ngushtitat e saj, qoftë nga Venezuela, Amerika Latine, por edhe Iran tash ja ka bllokuar dhe është një luftë më e madhe gjeostrategjike se sa Irani për Amerikën, kurse Irani normalisht kërkon për mbikëndres, pra për të qenë si shtet apo edhe si regjim, i cili deri më tani duket që nga ana psikologjike ka një epërsi, domethënë në këtë fushë, por dëmet materiale nga të dy anët janë shumë të mëdha, por edhe nga ana e humbjes të njerëzve, Irani është më me humbje, sepse bëhet fjalë mbi 2.000 të vdekur, kurse për Amerikën e Izraelit normalisht shifrat nuk e dim, vetëm ato që janë zyrtare, pra çfarë përndësohen zyrtare, ku me të vërtetë kur shohim edhe shumë pjesë të mediave të gjitha anëve, edhe shifrat e Amerikës dhe Izraelit që japin për humbje jetës të ushtarëve apo të njerëzve të tyre, lënë për të dëshiruar, dhe kjo është normale, sepse në çdo lloj lufte propaganda është ndoshta nganjëherë edhe më i rëndësishëm se sa vetë bomba. Nga ana tjetër, a ka brenda Iranit përplasje mes gardës revolucionare dhe presidentit, teksa kemi dy opsione, pra ku media shtetërore thotë që ka shanse për bisedime, dhe nga ana tjetër, nga ana e gardës revolucionare ka një pikë pyetje të madhe sa i përket procesit bisedimeve. Madje një zyrtar iranian ka deklaruar se nuk do ta lëshojnë asnjëherë gjirin e Hormuzit. Pra Irani nuk do të heqë dorë ndonjëherë nga gjiri nga ngushtica e Hormuzit. Në këtë rast, a ka i përplasje brenda radhëve të strukturës shtetërore të Iranit? Apo në fakt nëse e morën nga anat politike të një shteti, pra nga ana e mbrojtësve të një shteti, ka, dhe kjo është ndoshta krejt normale, sepse në çdo politikë që ne europianët i thojmë opozit, pra kemi brenda pozitet, kemi edhe opozitën, dhe brenda opozitës kemi edhe pozitën. Pra janë disa gjëra që duhet të shohim ndoshta pak më gjerë, normalisht që ka një si themi, domethënë edhe një debat apo edhe një rivalitet brenda të gjitha forcave, por qoftë edhe brenda forcave të revolucionare të Iranit, por qoftë edhe nga krahu politik, pra siç është Pezeshkiani, Arakçia të tjerët, kjo mund ta quajmë normale, por ndoshta pra nëse e shohim këtë luftë, i cili sipas prononcimeve zyrtare në ditët e para, qoftë nga Washingtoni, nga Pentagoni, nga CENTCOM-i, po ashtu edhe nga Izraeli dhe ministrat e Izraelit, ata pryqin të gjithë që do të kishim një sulm shumë të shpejt, pra ku do të zgjasë 2-3 ditë, apo ndoshta jo krejt si Maduroja, pra për ta marrën hapën me ta futën tese me çun në shtëpi, por do të kishim një gjë shumë të vogël, si do të zgjedhte, do të përçante domethënë gjithë Irani si shtet, pra jo vetëm thjesht forcat revolucionare, por edhe si shtet do të shpërbënte, siç në gjendje që shkoi Siria apo Libia apo Iraku, por në fakt ndolli e kundërta, e cila këtu neve na jep të mendojmë, edhe pse ndoshta shumë herë që të themi që ishte kështu dhe u bë kështu, por ne të mendojmë që një traditë shtetërore e Iranit, pra duket që Irani po lot shaku, me të vërtetë e lot një gur, pra lot ndoshta një ushtar apo kalin tat, aty përsëri kujtojnë se e bën shahmatat që ke përballë, por realisht jo, sepse dihet domethënë në shah kur fillon loja e parë, masanej pas çdo
lëvizje të çdo guri, masanej shtohet edhe mundësia për të arritur, domethënë për të shkuar drejt asaj që ne themi shahmat, edhe nga ana e gjeografike, po nga ana rajonale, por edhe nga ana institucionale, Irani, ne i quajmë që është një shtet diktatorial islamik e të tjera, por tradita institucionale e të qenies të shtet dihet që Irani është shteti më i vjetër që ende ekziston në forma të ndryshme, pavarësisht se ka pas revolucionet e veta, ka pas të tjera, por është shteti më i vjetër që jeton në botën e sotme, pra bëhet fjalë për një shtet vjeçar i cili duket që nuk është krejt ashtu sikur e kujtoshim ne opo sikur ishte ai Irani i luftës dy javore vitin e kaluar që doli një luan prej kartoni por prej letra, pra domethënë një luan i ngordhur krejt, kurse tani duket që është një luan i plagosur nëse e shohim natyrën e regjimeve apo edhe shteteve të tjera ja arrisin të bëjnë të lozin aq bukur sa që me të vërtet është pamundur nga kundërshtarët e tij apo nga pushtuesit e tij apo nga sulmuesit e tij apo edhe nga angresorët e tij që ta ulin në të durën, sepse për shembull Irani me ngushtisjen e Hormuzit kapi domethënë në dorën e vet një bombë shumë më të rëndësishme se sa bomba nukleare, pra shumë më të rëndësishme se bomba atomike, por normalisht që dashmë dihet që sipas të dhëna zyrtare të Amerikës, sepse nga Irani nuk e dim se sa janë të dhënat, sepse nuk prononcohen, por duhet fjalë për 13-14.000 objekte shumë të rëndësishme të një shteti, pra sa do i mas që të jesh, pra do të thotë që je barrash me tokën deri diku, por me sa duket geografia Iranit i jep një forcë krejt ndryshe Iranit, por në të gjitha aspektet këtë duket që do të kemi, pra domethënë një paqe, por a do të vazhdojnë e gjitha problemi është Irani a do të vazhdojnë si shtet atë apo jo, dhe Amerika a do të arrisi të ta bllokojë një herë përgjithmonë, paktën për dekada me radhë, atë rrugën e mëndafsh që ka bërë Kina pra prej më shumë se gati 2 dekadash, ku bëhet fjalë për triliona dollar investim të cilat të gjitha tashmë kanë kaluar në influencën e Amerikës. Pra dhe këtë nëse i shohim kështu normalisht që do të kemi një paqe, por kush do të jetë më fitimtar, sepse fitimtar nuk ka në asnjë lloj lufte, nuk ka fitimtar, por nga ana gjeostrategjike me sa duket Amerika do të bëjë një marrëveshje me Iranin ku do t'i lëj Iranit atë që kërkon Irani, sepse dihet kur çdo lloj lufte që bëhet, nëse në fushë është tjetër dhe në strategji është tjetër, vazhdimisht e prioritet e ka ai fushës. Pra edhe këtë të paktën deri më tani duket që Irani ka një priori, pra është më i lartë në fushën, sepse të gjitha aleatet e Amerikës atje ka arritur t'i godasi, domethënë në një mënyrë të papritshme, e cila nuk u priste nga ashtu, pra shtetet e gjetë përsi Gadishullin Arabik. Edhe kjo thuhet që ende nuk ka futur të gjithë prokset e vet Irani, pra bëhet fjalë edhe për ngushticën tjetër atje ku janë Husit, ku do të arrisin të kontrollojnë zonën atje. Kemi një strategji e cila për Amerikën është shumë më e lehtë normalisht, sepse është 10-12 kilometra larg, kurse për Iranin që them ne digjet shtëpia jote aty. Gjithsesi këtë javë besoj që do të kemi besoj që do të kemi një lloj marrëveshje, por nëse nuk do të kemi marrëveshje, pastaj me të vërtetë do të shkojmë tek ata fjalët e Trumpit që ju kujtohen që thotë do ta kthejmë Iranin në kohën e kurit. Pra, edhe pse kjo me thënë një fjalë, një lider të tillë, një fjali të tillë është krime kundër njerëzimit, janë krime lufte. Gjithsesi tashmë nuk kemi institucione që mund të kontrollojnë pra gjërat e tilla, pra i Kombet e Bashkuara dihet domethënë që tashmë kryeministri Izraelit kërkohet për krime kundër njerëzimit, për krime lufte, domethënë me barbarizma që janë bërë në historinë e njerëzimit, por nuk ka asnjë institucion që të thotë ndal, stop tani këtu. Pra edhe Amerika mund të bëjë çdo gjë dhe nuk ka kush që thotë stop, sepse nëse nuk ka rival që të thonë stop, ai e bën çfarë të dojë dhe deri më tani ka bërë çfarë të dojë, sepse duket domethënë reagimet e Kinës dhe të Rusisë që mendohet që janë domethënë rival gjojat e Amerikës, por me sa duket janë rival në letra dhe jo në fushë, pra jo në strategjinë që çfarë bën Amerika me ju kundër përgjigjur. Ato kështu që Rusia ka 4 vite e saj që është në luftë dhe po humb të gjithë energjinë e saj atje, e cila nuk po i del e drejta, nuk po e pyet kush më për askund edhe zonat e influencës së saj qoftë nga Amerika Latine, por edhe në lindjet e mesme, por edhe në Europë dhe në
pjesët e tjera ish Bashkimit Sovjetik, influenca amerikane po vjen dita ditës duke u shtuar. Sokol, në këtë lojë shahu, siç thatë ju me të drejtë, ku Donald Trump herë deklaron një gjë dhe herë një tjetër nga dita në ditë, herën e fundit është treguar optimist sa i përket procesit të negociatave, ndërkohë Irani është shfaqur skeptik në këtë rast duke thënë që Amerika mund na fusë në kurth. Duke mbetur tek këto deklarata dhe këto qëndrime, si Amerika mund ta vendos ose ta fusë në kurth Iranin dhe nga ana tjetër si Irani mund ta fusë në kurth Amerikën sa i përket procesit të negociatave dhe të bisedimeve, por edhe asaj çfarë ndodh në terren konkretisht. Po nga, domethënë këtë mund ta shohim në disa lloj mënyrash, por e pika e parë ishte i cili Irani bombardimet e parë, nëse ju kujtohet, i bëri domethënë pra me 28 me 1-2-3 mars, i bëri kundra aleateve më kryesor të Iranit, të cilat janë aleatë edhe në fushë, pra edhe në gjeografi, por edhe në si themi domethënë ato që me vërtet ndihmojnë Amerikën miliardë, domethënë paguajnë Amerikës miliarda apo triliona dollar, siç ishte për shembull vitin e kaluar Trumpi vizitën e parë që e bëri në ato vende, bori 3.4 trilion triliard që janë të dollar nga ato dhe ato i qelloi atë, por prapë nuk ishin, sepse kishte mendimin Irani, me sa kuptojmë ne normalisht, të mendimin që të t'i bëjnë presion Amerikës dhe të ndalonte lufta shumë shpejt, por nuk ndaloi. Amerika pra nuk ndaloi edhe pse aleatet e tij, edhe pse miliarda euro, dollar investime dhe satelitet kryesor që kontrollojnë gjithë rajonin ishte në atë vend atje, Irani arriti të eliminojë ata ose të dëmtojë shumë, por përsëri nuk ndaloi luftën Amerika dhe pra presioni i vendeve arabe të Kadishullit Arabik të Gjirit përsëri nuk ishin fare influencuese tek Amerika. Pastaj Irani përdori atë bombën e vet, i cili e mbushi ngushticën, e mbylli ngushticën e Hormuz, i cili kjo pra ndikoi tek forcat e tjera kryesore aleate të Amerikës, janë në umbrellën NATO, pra të Bashkimit Evropian, ku dihet domethënë tashmë që e gjithë Europa po e ndjek këtë, sepse një anë të parë ka ambargo kundra Rusisë dhe nga Rusia pra nuk merr asnjë gjë, të paktën ato 4 vitet e fundit, dhe tashmë që edhe u mbyll edhe në ngushtica e Hormuzit, kështu që faturën po paguhet dhe Europa po mundohet të bëj, por Europa nuk e ka atë forcën që ta mposhtë domethënë Amerikën të thotë boll tashmë stop këtu biles ende kemi në Bashkimin Evropian, jo ata shtetet kryesore të Bashkimit Evropian tashmë janë kundra strategjisë të Izraelit për krime kundra njerëzimit, për lufta dhe për shkatërim për ta futur gjithë zonën ashtu, kurse ka ende domethënë përkrahës në Bashkimin Evropian, i cili edhe përkrahasin më kryesor që ishte Urban tashmë hiku javën e kaluar, pra nuk është më që do të përkrahi Amerikën dhe politikat izraelite në rajon, por gjithsesi sa forcën e kanë për të ndaluar Amerikën këtu nuk e kanë, kurse kjo teza që bëri Irani, pra kjo bomba që bëri Irani me Hormuzin, edhe Amerika e kundërpërgjigj në mënyrë tamam si në shah, pra edhe ai vuni një blokazh me qindra apo me të 400-500 kilometra më larg, 400-500 mil më larg, i vuri blokazhe të cilat të gjitha nëse ti do të lesh të kalojnë, pra atë nuk i lanë të kalojnë. Pra kemi një shah aty e cila do të na duhet kohë, por me sa duket të dy anët, pra të dy anët nuk dojnë që të vazhdojnë kjo luftë, qoftë Irani po qoftë edhe Washingtoni, por duhet të thonë që Irani është për vetë mbrojtje, pra për vetë mbrojtjen e qenies së tij si shtet, kurse Amerika është për të qenë hegemonia e vetme në botë, të cila hap pas hapi po arrin, edhe pse ka fatura dhe kjo është normale, ndoshta sepse çdo luftë, në kështu na ka mësuar gjithë historia e njerëzimit që çdo luftë paguhen qoftë nga ana e burimeve njerëzore, por qoftë nga ana ekonomike, e cila për Amerikën nuk besoj që mund të jetë shumë e rëndësishme se sa ka humbur domethënë aty, por qëllimet mallore të Amerikës, nëse do u prisnin që të bëheshin para 3-4 për 3-4 ditë apo për 3-4 javë, kaluan 8 javë dhe nuk u bën, nuk është shumë problem për Amerikën. Kurse një gjë tjetër që debatohet qoftë në Iran tek në fakt tek pyetja e parë juaj, gjë debatohet edhe në Amerikë. Për shembull, a kemi probleme brenda llojit apo brenda pozitës apo brenda opozit në Iran, a kemi probleme të tilla, të njëjtën gjë kemi në Amerikë, por duhet të thënë kjo që Amerika është shumë më e madhe se sa Trumpi. Trumpi është një lider i cili
është shumë i rëndësishëm për të arritur, domethënë metoda e tij, sepse siç e thatë edhe pak më parë, që tani e thot kështu mas 10 minutave thot ashtu, mas një ore do thot ndryshe, pit paktën edhe kur bën një prononcim për media për 15 minuta thot 3, 4, 5 gjëra krejt të ndryshme, domethënë në kundërshtim me njëra tjetrën, por ndoshta ky lloj lideri i duhet Amerikës, kurse brenda Amerikës ka debate të tjera të cilat thotë që me të vërtetë mbrena Washingtonit apo mbrenda Pentagonit kemi edhe një gladio të tyre, e cila gladio dihet domethënë që është strukturë paralele të shteteve, domethënë në shtetet e anëtare të bashkimit të NATO-s, dhe a me të vërtet e kemi ashtu, por nëse e shohim për shembull sistemin amerikan, okay, tashmë lufta është se këtë luftë po jetojmë ne, por strategjia amerikane që në vitet, domethënë që pas luftës së dytë botërore, pas formimit të NATO-s, e cila me çdo strategjitë e saj ka arritur të shkojnë e priore, pra të jetë e para në të gjitha aspektet. Për shembull, kundra NATO-s u bë dhe Varshava, Pakti i Varshavës, ajo u eliminua. E kundra NATO-s dhe Amerikës ishte gjithë Bashkimi Sovjetik, Jugoslavia, Kina, Amerika Jugore, të gjitha, pra të gjitha ato Amerika arriti, pra me plane afatshkutra dhe afatgjate i arriti të jetë e para mbi të gjitha, pra në këtë aspekt Amerika ka strategjinë, kurse vendet tjera, ajo që është për të qenë hegemone, është Amerika, dhe këtë po e tregon Amerika, sepse ne pritshim një botë multipolare, nëse ju kujtohet, domethënë deri vitin e kaluar debatoshim që do të kemi domethënë një botë ku biles edhe Turqia do të jetë një ndër vendet kryesore të botës, por më sa duket Amerika këtë nuk ja lën askujt. Unë jam i vetëm dhe të gjithë ju jeni poshtë meje. Pra kemi një strategji shumë të ngatruar, e cila me sa duket projektet afatmesme dhe afatgjatë të Amerikës po ecin hap pas hapi, kurse të tjerëve dikush mundohet për të mbrojtur, për të qenë domethënë ende si shtet, pra siç kemi në shumë vende të botës, ose si regjime për shembull, por Amerika ka strategjinë dhe ka planin A, B, C, e cila në Iran duket që ka, si themi shqipi, ka hasur sharra në gosht, por gjithsesi prapë vetëm se mund të marrin kohë më shumë ose mund të ketë një faturë më të madhe, por përsëri ajo nuk do të ketë një sprapje të sistemit apo të prioriteteve të saj. Po nga ana e Iranit, cilat mund të jenë ato kurthe që mund ngrihen në bisedime për të arritur synimet e tyre? Dhe në këtë rast, kush mendoni se mund dalë i fituar? Në fakt, Irani edhe para kësaj lufte, por edhe para kësaj lufte 2 javor, atë që ka paraqitur në tavolinë, pra se që janë 3 pikat e para të Amerikës, më sa duket Irani ka lëshuar pra ka lëshuar pak dhe është ulur deri diku, ndoshta jo nuk e pranon për shembull që mos të pasurohet nga ana e uraniumit, se pasuroi uraniumin për 50 vite, por paktën për një dekadë gjys, nuk e dim normalisht të krejt, por paktën ato që flitet rreth saj, Irani ka pranuar deri 15 vite që mos të pasuroj uraniumin, kurse nga ana tjetër Amerika thotë jo, kjo dhe Amerika nuk ka ndryshuar nuk ka lënë fare, por nëse Irani me të vërtetë ja arrin të bëjë atë bumin e madh me ngushtisjen e Hormuzit, pra të bëjë një strategji edhe kundër kësaj bllokade që tashmë javën e kaluar bëri Amerika pak në detin e Omanit e më sipër, atëhera mund të ulen dhe kjo çështje mund të diskutohet, por të dy anët i kanë domethënë pazarllëkun e kanë hapur shumë lart, me çmime shumë të larta, të cilat me pa domethënë nga ana e aktualitetit apo nga ana e fushës, pra e rajonit të ku bëhet lufta, po të thuash që dy anët janë të papranueshme, por duhet të thënë kjo që një shtet i madh si Amerika dhe një shtet tradicional që ka historinë institucionale prej mijëra vitesh si Irani, besoj që deri diku do të arrijnë domethënë të ulen në tavolinë dhe të tërheqin, dikush tërheq, dikush le, por ajo që ka në dorë tashmë Irani me sa duket, që ka përdorur deri tani është ngushtica e Bosforit. Dhe nëse kjo përshkallëzon, pra fillojnë përsëri bombardimet dhe kthehemi tek fjala e Trumpit që thotë do ta bëjmë shkruaj me hi, pra do ta kthejmë në epokën e gurit Iranin, atëhera Irani mund të përdorë atë të veten, pra edhe bombën e dytë që i themi ne, pra që thuhet, pra tani pra do të eliminojë të gjitha burimet e vendeve aleate të Amerikës, pra që nga Katari, Irani, Arabia Saudite, do të bombardojë pra edhe
të gjitha aeroportet, do të mbarvërtojë edhe vendet e ujtit, pra fabrikat e ujtit, të cilat për shkretirën ujti është shumë e rëndësishme dhe është shumë më shtrenjtë se sa nafta dhe benzina. Këtu kemi një si themi, domethënë një gjë, por në fakt mund të bëjmë pyetje vetes tonë që me të vërtetë Pakistani a e ka forcën që të arrijë të bindi pra të dy anët, sepse më sa u dukte Europa, Gjeneva apo Turqia apo Egypti apo Katari apo Omani nuk e kishin atë forcë, pra edhe forca negociatore që i merr të dy çunat edhe i ulën në tavolinë pra për të bërë paqe me njëri tjetrin, për t'ia falur gjakun njëri tjetrit, do të ketë edhe një forcë me të vërtetë që të bindi të dy anët, pra deri diku ti arrisi edhe të bindi të dy anët, por a do ta ketë këtë forcë Pakistani deri tani nuk është se ka qenë një Pakistan domethënë që ka treguar veten në këtë fushë, por ndoshta tani mund të shohim një gjë të tillë, por ajo që është më mallore për shembull se shohim nga Bashkimi Evropian thonë që jo, nuk do të kemi një arritje paqe domethënë të qëndrueshme në rajon, por do të kemi një pauzë që ishte për shembull vitin e kaluar 2 javë bë një pauzë, tash mund të kemi një pauzë sepse shtohen edhe probleme të tjera ku Izraeli ka zgjedhje, Amerika ka zgjedhjet në nëntor dhe këto janë ndikime që i fusin një pauzë përsa e shohim kur të vinë dimri. Duke mbetur te pjesa e negociatave në Pakistan, të cilat pritet fillojnë sërish duke marrë parasysh se të parat dështuan, bëhet e ditur se presidenti amerikan ka tërhequr nga kryesimi i këtyre negociatave zëvendës presidentin J.D. Vance. Në këtë rast, pse Trump e ka marrë këtë vendim, është ndikimi i Izraelit, sepse nga njëra anë thuaj që Irani e kishte të preferuar J.D. Vancein për të biseduar me të. Në fakt, këtu kemi me të vërtetë edhe një strategji brenda forcave të dy anëve. Irani e ka të lehtë gjëra të negociojë me këtë apo e ka të vështirë. Këto janë edhe ajo propaganda që bëhet domethënë për të krijuar perceptime të ndryshme me njëra tjetrën, sepse dy vendet që luftojnë nuk është të thonë që kanë të preferuar njërin apo tjetrin, janë duhet me qenë institucionet dhe jo personat. Kurse me pa, J.D. Vance ka qenë në fakt me sa duket në prononcimet e tij, edhe pse është zëvendës presidenti dhe është pasardhës i Trumpit, pra kështu mendohet që të ishte, ai u tërhiq dhe nëse shohim politikat e tij në 2-3 vende që ishte, pra dhe sidomos 2 javët e fundit në investimi amerikan i Trumpit me duke përdorur J.D. Vance në Hungari, pra i humbi zgjedhjet, pra atë ku ishte J.D. Vance, ishte Rusia, ishte Kina, ishte shumë anëtare, shumë vendet të mëdha të botës që po përkrahnin urbanin dhe humbi kundër Bashkimit Evropian e arriti ishte një humbje. Po ashtu edhe në negociatat të raundi i parë në Pakistan, Islamabad J.D. Vance nuk e arriti të ashtu. Pra, është një politikë e mbrenshme, një luftë e mbrenshme brenda llojit në politikën amerikane, pra që J.D. Vance, ky do të jetë ai që do të jetë presidenti i ardhshëm pas Trumpit, pra kandidati pra për republikanët, dhe ky ku shkoi nuk arriti asnjë gjë. E para, e dyta është që Izraeli është pjesë e kësaj lufte, por nuk është pjesë zyrtare e këtyre negociatave dhe kjo le shumë për të dëshiruar të që thashë edhe pak më parë, domethënë një paqe të qëndrueshme, edhe pse dhëndri i Trumpit është çifut dhe ai edhe pse është këshilltar në Shtëpinë e Bardhë dhe ai dihet domethënë tashmë që pranohet nga Izraeli dhe nga Amerika që është i dërguari apastafat i Izraelit. Pra domethënë është në emër të Amerikës, por është domethënë si me qenë Netanyahu aty, por mësulja direkte të dy anëve, edhe pse Irani dhe Izraeli nuk pranojnë njëra tjetrën, kur bëhet fjalë për një paqe të qëndrueshme, me do e mos ulen të gjitha anët, por këtë nuk e shohim domethënë të gjitha anët e ulura, dhe ndrimi i J.D. Vance ende nuk dihet domethënë, pra do të shohim kush të zbresi nga avioni në Islamabad, por ka domethënë tregime, kurse një mendim tjetër domethënë që vjen nga rajoni, për shembull nga media iraniane, por edhe nga media e vendeve e të gjirit persik, thonë që po, domethënë lufta ende në fakt nuk ka filluar, do të kemi fillimin e luftës tamam, atë që as nuk e mendoshin asnjë strategjist deri më tani. Pikërisht duke mbetur te ky argumenti juaj, a mendoni se nëse dështojnë këto negociata me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, do të kemi rikthim sërish të luftimeve mes njëra tjetrës, teksa Trumpi ka deklaruar se nëse nuk arrihet një marrëveshje, Shtetet Bashkuara të Amerikës do të sulmojnë centralet bërthamore dhe pikat strategjike të Iranit?
Po, këtu në fakt e kemi dhatë kundërshtimin brenda llojit, pra dhe Trumpi aq që tha në vitin e kaluar, tashmë centralet nukleare të cilat janë për zhvillimin e uraniumit e të tjera në Iran i bombarduar ata kur më nuk do vinte të ose të paktën për dekada më radhë nuk do jenë gjendje të ashtuit. Kjo duket që vitin e kaluar Trumpi tha pralla, pra ishin pralla ato sepse nëse do ishin eliminuar atëherë me çfarë preteksti shkume tani, pra ishte bombat nukleare, ja për sot nesër do ta bënte Irani, nuk u bë. U bë edhe bombardimet e para me 28 shkurt 1-3 mars, u eliminua ushtria iraniane, hiku, vdishin ngordë Irani, domethënë me gjitha, kemi 45 ditë sa kemi 47 ditë e ende pra Irani është në këmbë. Pra, prononcimet zyrtare ndoshta nuk do t'i shohim të bëra të qenura reale, por do t'i shohim strategjinë e Amerikës e cila ka në këtë aspekt. Me të vërtet që është qëllimi atë thjesht Irani po bën bombardime, po bën armë nukleare, është gati edhe nukleare dhe me të vërtet ato që thot Amerika eliminua me Iranin tiku, vazhdoi mbyt Irani pra nuk ka më ushtri, nuk ka më asnjë. Atëherë nëse nuk ka më asnjë, si ka mundësi që Irani Amerika po bën të pamundurën, pra që të ulet në tavolinë. Nëse kundërshtari ata që ti do më vra, apo do më pushtua, apo do më të pushtu ty, nuk ka ngel asnjë gjë, nuk ka ngel asnjë forcë, atëherë për çfarë bëhen negociatat? Ai do të nxjerr flamurin e bardhë, okay, marrën puna. Pra, nëse të dy kundërshtarët, nëse shohim domethënë prancimet e tyre, apo thënë ndryshe propagandat e tyre me realitetin në fushë lën shumë për të dëshiruar, sepse janë krejt e kundërta, pra në këtë aspekt. Gjithsesi do të presim sepse është një gjendje me të vërtetë që të gjithë strategjiset e luftës moderne bëhet fjalë, pra domethënë pas mileniumit të ditës së sotme për çerek shekullin e fundit, edhe ato japin shumë mendime, pra nuk janë strikt në këtë mendim. Është kështu dhe të bëhet kështu, pra kemi shumë një strategji multipolare e cila në cilën do ta qëndrojmë ne, atë do ta shohim realitetin në fushë dhe jo në prononcime zyrtare të dy anëve. Sokol, ose më saktë, cili është roli i Turqisë në gjithçka që po ndodh në lindjen e mesme dhe sa ka hyrë, po themi në mënyrë aktive, qoftë në aspektin e negociatave underground, po qoftë edhe në publik vetë Turqia dhe në këtë rast Erdogani përballë asaj që po ndodh në lindjen e mesme? Po Turqia ka qenë që para fillimit të luftës, pra ka qenë për negociata, ka bërë të pamundurën me forcës së vet dhe me rregullave të diplomacisë ndërkombëtare që mos të filloj lufta, por edhe pas se filloi lufta, kjo ndodhi pastaj edhe më hapur, ku dihet që presidenti Erdogan qoftë me Trumpin, me Putinin, me Islamabadin, me Iranin, me të gjithë ka bërë biseda telefonike, por edhe me shumë liderë të Europës apo të botës është takuar, domethënë në tavolinë ku është folur për këtë, por siç e thash pak më parë që të ulesh në tavolinë dy forca që luftojnë, me të vërtetë që duhet ta kesh edhe një peshë, pra do të jesh edhe ti e fortë që ta arrish të imponosh të paktën të dy anëve, sa të ulesh në pikat mallore që të bëhen një marrëveshje. Dhe Turqia në fillim kishim dy lloj ekuacionesh në Turqi. Para ishte Hakan Fidan, i cili është në fushë, pra dhe është edhe i shefi për dekadash, i shefi inteligjencës turke, që ka pra një kuti Pandore në kokën e vet dhe normalisht me gati 20 vjet, 15-20 vite kryetari i shishit i mitit turk. Ai ishte në fushë dhe Hakan Fidani dhe ekoli i tij, pra që është brenda partisë presidentit zotit Erdogan, ishte për të futur në luftë me Amerikën, pra kundra Iranit, por krahu i presidentit, që normalisht në Turqi është për sistem presidencial, ai ishte automatikisht për në asnjë mënyrë nuk do të futet Turqia në këtë luftë dhe ashtu zgjolli. Edhe kjo brenda Turqisë debatohet që me të vërtetë Hakan Fidani ishte kundra Erdoganit, pra ishte kundra liderit të vet dhe ishte pro Trumpit dhe pro Benjamin Netanyahu, apo siç dihet shtetet që kanë tradicionalitetin institucional, atë shpreh një polici mirë, një polici keq, pra ishte një
strategji e Ankaras për të mos larguar nga duart e vet asnjë anë, pra qoftë Iranin, që cilin e ka komshi dhe ka mbi 700 kilometra kufi, po ashtu edhe Amerikën, e cila është në umbrellën e NATO-s dhe arriti të përdorë atë metodën e cila në fakt ishte e pamundur për mbi 12 vite me radhë që Turqia kërkonte mbrojtjen, blerjen e armëve e mbrojtjes Patriot e të tjera, ku bashkimi ku NATO-ja dhe Europa nuk ja shisin Turqinë, por me ardhjen e predhave të cilat ende nuk e dim që me të vërtet kanë ardhur nga Irani, sepse Irani ka mohuar automatikisht, por edhe presidenti turk ka thënë që ne nuk presim nga Irani të kishin bombardime, por gjithsesi bombat balistike që kanë ardhur jo thjesht një qorrazi, por kanë ardhur 4 deri më tani, janë azjesuar nga radaret dhe antipredhat e NATO-s, dhe këtu me këtë rast Turqia e arriti në radhë të parë të marrë sistemin e mbrojtjes nga NATO-ja, pra që Amerika nuk ja shiste për 12 vitet e fundit, por edhe shumë vendet e Bashkimit Evropian nuk tashmë arriti të marrë pa lekë, themi ne, plus që e arriti edhe në këtë kohë që ne flasim që NATO u eliminua, NATO u iku, Amerika e shkriu NATO-n, pra Turqia e arriti të bëjë edhe një bazë më të madhe ndoshta në rajon, në Bosforin e Turqisë, pra në ngushticën e Bosforit, në anën aziatike dhe pra kundra Rusisë. Kështu që Turqia ka luajtur diplomacinë e dur, e cila Turqia në fakt tradicionalisht, pra sidomos me shpalljen e Republikës pas Osmanlisë, Republikës moderne, Turqia ka luajtur gjithmonë rolin e diplomacisë, ku njihet domethënë Turqia për diplomaci, ku dhe në luftën e dytë nuk është futur në luftën e dytë botërore, po jam me atan, jam me këton, do futem nesër pas nesër dhe mbaroj lufta e dytë botërore. Kështu që edhe luftën në Irak apo dhe në Siri ka qenë shumë e zgjuar Turqia, por forca e Turqisë që të detyrojnë në thojza, me kuptimin e mirë të fjalës, jo si forcë me kap përveshje me ultavolit, që të detyrojnë të imponoj Amerikës dhe Iranit që të ulen të bëjnë një marrëveshje. Unë me sa shoh nuk e di, por Turqia lot atë rolin paqërues, pra nuk i shkon zjarrit me benzinë, nuk i gjuan zjarrit benzinë, e para. E dyta, edhe shif interesin e vet, domethënë çdo lloj geostrategjie që tashmë në rajon duket që janë të ndryshueshme, shef interesin e vet, e cila për të nesërmen, mendon më shumë për të nesërmen se sa për atë që ndodh sot, dhe këtu me sa duket moshyra e kësaj në luftë, e cila unë besoj që mendoj që ka bindur edhe shumë antar kryesor të Bashkimit Evropian, pra që mos i bashkohen kësaj edhe shumë antarë të NATO, sepse do të jetë një përshkallëzim jo rajonal, por ndoshta edhe global kjo lloj lufte. Kështu që Turqia deri tani ka ndjek një politikë shumë të rëndësishme dhe pozitive, pra nga të dy anët, mendoj. Në mediat izraelite ka analiza të tilla të cilat e konsiderojnë Turqinë si Irani i ri, nisur nga fuqia e saj në perspektivë, por edhe ajo çfarë ka aktualisht. A mendoni se Izraeli po tenton që ta tërheqë Turqinë në një konflikt të mundshëm, ose ta ketë si rival në të ardhmen? Dhe në këtë rast, se ju e përmendët pjesën e lojës diplomatike të Turqisë, si e shikon Turqia këtë lëvizje të Izraelit? Po, në fakt këtë debatohen në median turke, cila tashmë ku ish kryeministrat apo ish ministrat e Izraelit e kanë shprehur disa herë që pas Iranit e ka rradhen Turqia, pra sepse Turqia është ajo që është do të jetë armiku kryesor i Izraelit, por kjo duhet kuptuar më shumë për konsum të mrenshëm të politikave izraelite, por ashtu edhe të politikave turke, sepse shifen edhe për masat dhe geostrategjia, shifet edhe mundësia, mallësia e ushtrisë e të qenit luftarak, pra në fush, ku Turqia dhe Izrael nuk janë shumë larg, pra nuk janë sikur Amerika me Iranin, por janë shumë afër, dhe unë nuk e shoh në asnjë mënyrë që Izraeli në thojza mund të gricet me Turqinë në asnjë lloj mënyre, por duke parë domethënë politikat e Benjamin Netanyahu, jo që tani të thjesht, por që gati 30 vite që në 95, 96, 97, ai ka bërë një politikë të qëndrueshme në konflikte, në luftë dhe në gjak. Dhe normalisht tashmë
sipas teorisë e Benjamin Netanyahut, I cili nuk duhet harruar që kërkohet çdo flet arrest, domethënë dhe kërkohet për krime kundër njerëzimit, krime lufte, pra domethënë janë gjëra shumë serioze për të. Normalisht ai duhet ta mbajë të karikuar popullin e vet, pra hebrejt e Izraelit, pjesën që ata e mbështesin Netanyahun, të mbajë të karikuar, të cila pra ne nuk do ashtu, por do shkojnë sipas thënieve biblike që unë I quaj pralla, sepse Zoti nuk merret me tapi, nuk ndan tapi, por të shkuar tek ajo toka e premtuar, e cila është gati deri në gjysmën të Turqisë, pra ajo toka e premtuar që me gjoja Zoti ja ka dhënë tapit hebrejve për ta pasur atë tokë, dhe në këtë aspekt është një politike e Benjamin Netanyahu dhe qeverisë së tij, apo e djathtës ekstreme të Izraelit, e cila e kërkon gjë, por jo, ama ka edhe opsione të tjera të cilat Izraeli për shembull ka përkrahur jashtë masë, qoftë nga ana logjistike, nga ana e armëve, po edhe nga ana ekonomike, ka përkrahur grupe terroriste në Turqi, siç ishte për shembull PKK-ja, apo tashmë flitet për shembull deri diku pavarësisht se shumë herët për të analizuar ta, por që Izraeli e ka bler totalisht Kiprën e pjesës greke, pra edhe shumë ishuj të Greqisë, të cilat nga ana e asaj jo Izraeli direkt me Turqinë, por për ta dobësuar Turqinë duke përdorur si mash Greqinë apo Kiprën, por këtë me të vërtetë duken më shumë se janë teori konspiracioni se sa e forcave, sepse Turqia është në NATO e para, e dytë, dhe është ushtria e dytë në NATO, pra nuk është një vend që nuk ka ushtarë. Janë e treta, është një ndër fuqitë shumë më e fortë në të gjithë rajonin, pra qoftë edhe në konflikte e Izraelit. Pra ka një politikë shumë ndryshe nga Izraeli, nuk e ka gjakpirës, nuk e ka gjakderse, ka diplomatike, e cila aktet e Turqisë, nuk duhet harruar që edhe Trumpi tha pas revolucionit të Ahmet Sharas, pra Gjulanis e vjetër dhe Ahmet Sharas, i cili Turqia ta ja arriti me sukses, pra pas pavarësisht se Trumpi dekadat I ngatron me mileniume, por tha 2500 vjet dhe arriti Turqia ta marrë Sirin. Pra kemi gjë të cilat të përdorur, unë shoh që I përdor Izraeli për politikat për të mbajtur të karikuar popullin dhe për të tërhequr në fakt edhe vëmendjen, duke I futur edhe frikën e gjithë botës që ja tashmë çfarë bëri në Gaza, krimet e makabra I bëri tashmë, po ashtu edhe në Liban, në Siri, në Irak, në të gjitha vendet, dhe Europa, sidomos Europa, duke I futur frikën Europës që ja çfarë bëjmë ne nëse ju nuk na përulin ne, por edhe Europa ka ndryshuar qendrimet e saj, ku që Anglia, Spanja, Italia, shumë vende kanë arritur të njohin Palestinën si shtet, pra brenda Izraelit, pra në kufit e 67-s, kështu që këto unë I shoh më shumë për konsum të mbrëmshëm, për konsum politik, por edhe për konsum diplomatik, në fakt I cili Benjamin Netanyahu e ka thurë, domethënë, vetë jetën e tij politike dhe pushtetin e tij në gjak, dhe ende sa të jetë domethënë ai gjallë, të vazhdojnë kështu, dhe normalisht që I herë tregon me gisht një tjetër, I herë tregon me gisht një tjetër, I herë tregon me gisht një tjetër. Para disa ditësh presidenti turk Recep Tayyip Erdogan I është përgjigjur në mënyrë të ashpër Benjamin Netanyahut mbi atë që ka kryer së fundmi në Liban dhe mbi ndërhyrjen ushtarake në Liban, duke I theksuar se dhe ushtria turke, pra dhe Turqia ka kapacitete të tilla për të vepruar në të njëjtën mënyrë. Në këtë rast, ju si e lexoni këtë deklaratë, apo I tregon vendin Erdogani Netanyahut duke I thonë se këtu ka një kufi që në këtë rast mund të jetë Turqia? Po në fakt fjalimet mund të quajnë, ato që ja shkruajnë Erdoganit, që jo tani, por për 2 dekada e gjysmë, I cili është I vetmi lider në Turqi, pra lider politik, I herë ishte kryeminist, dhe tashmë kur pasi kaluan në sistem prezident është president Turqisë. Këto fjalime janë për të thuar të gjitha copy-paste, nëse I referohemi domethënë para 15 viteve, 20 viteve, fjalimet e presidentit Erdogan, presidentit që ishte atëherë ishte kryeminist në Kombet e Bashkuara, në NATO, në Bruksel, gjithandej kanë qenë të njëjta, pra domethënë stop, ne jemi atë bëjmë të, por Izraeli në të kundërtën, veprimet e Izraelit janë shumë të ndryshme. Për shembull, se kthehemi 6 vite më parë, zotit 6 vite apo 7 vite më parë, zoti Trumpi e bëri Kudusin, pra Jeruzalemin e bëri kryeqytet të Izraelit. Dhe
me një vendim të Trumpit. Por me pa nga ana e fjalimeve të Erdoganit, nëse i zbërthejnë fjalimet të Erdoganit nga ana e romantike, nga ana teologjike, por edhe nga ana kulturore, sipas muslimanëve, Kudusi është qabja, pra është pika më e shenjtë dhe më e para për muslimanët. Pra ja hiku nga Trumpi, pra Trumpi ja dha hebrejve. Kështu që prononcimet të tilla nuk janë se pra për të futur frikën Izraelit, sepse ky Izrael me të gjitha ato prononcime që bëri Erdogani, unë i quaj prononcime apo fjalime apo edhe intervista romantike dhe më shumë për konsum të mrenshëm, pra për të konsoliduar votuesin e vet Erdoganin në Turqi, sepse në zonë asnjë gjë nuk ka bërë Turqia, përveç ndihmave humanitare, kjo është tjetër gjë. Pra, edhe nëse një shtet e ka forcën në Gaza, jo për një muaj apo për 2 javë, sa ishte shumë e vështirë të merrte një vendim për të ndaluar këtë luftë, për shembull, po zgjati 2 vite apo jo, pra 2 vite, fjalimet e Erdoganit për të mbrojtur Gazën apo Libanin unë i shoh totalisht romantike, sepse nuk e ka Turqia ndoshta forcën e veprimit për çastin. Normalisht në të ardhmen nuk e din, por tani nuk e ka. Që janë këtë fjalime romantike, por njëjtën kohë përdoret për konsum të mrenshëm, sepse ka një botë kuptim në Turqi se sikur mos të ishte Erdogani presidenti i Turqisë, pra që i zoti i Turqisë 20 e sa vite, Turqia do të ishte si Libia, Turqia do të ishte si Siria, si Iraku, pra do të eliminon të krejt, dhe këtu krijohet kulti, pra kulti Ilulli, lideri Ilull për Turqit, i cili nuk duhet harruar, do ta cilësojmë shumë mirë që Turqia është antare e NATO-s, pra nuk është Turqia, Irak apo Iran apo që nuk është antare e NATO-s dhe është forca e dytë në ushtri, pra në NATO, në aleancën më të madhe të gjatë gjithë historisë së kësaj bote. Turqia është forca e dytë e kësaj. Edhe nëse ti je forca e dytë e kësaj, atëherë pra Gaza nuk do të lejosh që të shkonte në agjendje sa të bën krimet më makabre të gjithë historisë së njerëzimit. E para, e dyta, këtë përdoren normalisht që ka një të mirë kjo nga ana tjetër kjo që flet Erdogani, sepse shumë shtetet e Bashkimit Evropian, pra të botës më të qytetëruar të gjithë njerëzimit, arritin që të njohin Palestinën si shtet, dhe kjo është shumë domethënëse. Pra atë që ka thënë Erdogani janë thënë më shumë për të publikuar në përballje që ja këto krime kundër njerëzimit po bëjnë hebrejt kundër muslimanëve në Gaza, dhe këtë ka cilësuar vazhdimisht Erdogani. Kjo ka qenë e mira që me të vërtetë gjithë bota e kuptoi se çfarë bën Izraeli. Pra nuk është molla e sherrit në lindjen e mesme Hamas, Hezbollahu, Irani apo e Saddami apo ato që u prononcoshin që janë, domethënë u thuan që janë atë, por në fakt molla e sherrit është Izraeli. Këtë arriti Erdogani ta prononcojë në të gjithë botën. Nga ky aspekt është anë e mirë, sepse gjithë bota dihet se çfarë po bën tashmë Izraeli në Gaza, në Liban, po ashtu edhe në atje, por nga ana e ushtarake kështu Erdogani fjalimet e tij ka romantike për konsum të mrenshëm, por edhe për union ndërkombëtar. Pra ka dy anë, një gjithë botës ja prezantoi se çfarë po bën qeveria Benjamin Netanyahu duke bërë këto krime, kurse nga ana tjetër e përdor edhe për konsum të mrenshëm, i cili dita ditës po vjen duke forcuar edhe pozitën e vet në Turqi. Sokor, dhe i pyetja e fundit, si mendoni sa ndikim do të ketë ky konflikt në lindjen e mesme në rajonin e Ballkanit perëndimor, teksa Serbia armatoset nga Kina dhe Rusia, dhe ndërkohë Kosova ka shpallur ditën e sotme Gardën Revolucionare të Iranit si organizatë terroriste? Një gjë, ne Shqipëria në radhë parë do të thënë kjo që ne gjithmonë në shumë raste bëhemi më katolik se papa. E dyta, kemi një qeveri që më të vërtet ka bërë shumë gjëra të rëndësishme për diplomacinë shqiptare, por po ashtu ka bërë edhe gabime të gjëra. Unë nuk e shoh që ka një inteligjencë aq të madhe qeveria e zotit Rama sa që të jetë, pra të bëjë këtë që ka bërë, por me sa duket ka urdhëruar Amerika dhe i ka bërë atë me ka shpallur, por vetë nuk besoj që Irani na ka hera në listën e saj në asnjë mënyrë, sepse dihet forca e Shqipërisë, dihet forca
që mund të ndikojë zoti Rama apo dhe diplomacia dhe politika dhe ushtria e Shqipërisë qoftë në rajon apo në çështjet globale. Kjo është thjesht një gjë shumë jo biles ndoshta jo e mirë për qeverinë Rama, por normalisht dihet që ne kemi qef domethënë për të duktur që jemi më amerikan se sa amerikan, pra jemi vetëm në NATO që jemi më amerikan se amerikan, po ashtu edhe në euro, pra kur Anglia rrin matan, Italia rrin matan, Spanja, Gjermania, tash mu qua Tirana dhe medale gjë, normalisht është një gjë shumë komike, është një gjë për të qeshur, por këtë zgjedhje ka bërë Shqipëria dhe unë nuk e shoh që do të ndikojnë fare as në marrëdhëniet tona me Iranin, qoftë me regjimin e sotshëm që ka Irani, por qoftë nëse nesër pas nesër ndryshon, sepse marrëdhëniet me Iranin të shqiptarëve kanë qenë shumë të rëndësishme që nga themelimi i Shqipërisë, por edhe më parë, por edhe më mbrapa, pavarësisht se gjendja e konjunktura aktuale normalisht që edhe vllai me vllain gatrohet nganjëherë. Kurse armatimi i Serbisë, unë e shoh një lojë hajdute e Vučićit, i cili nuk duhet harruar që në blerjen e armëve pra të bëhet tregtia më e madhe dhe bëhet edhe pastrimi i parë më të mëdha dhe lider, siç është Vučići normalisht që ka lënë edhe parat e veta, domethënë me miliona apo miliarda euro, qoftë në Kinë apo në vendet që janë gjoja në thojza kundra NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Kurse sa forcë do të ketë Serbia, pra çfarë rreziku do të krijojë Serbia për ne shqiptarët, për Kosovën, unë nuk e shoh në asnjë mënyrë, sepse nuk duhet harruar që Serbia është një vend i vogël, është një bashkë brenda e bashkës së NATO-s, pra të gjitha rajonet të cilat domethënë në veri, në jug, në lindje, në perëndim të Serbisë janë anëtarë të NATO-s, pra dhe nuk duhet harruar që NATO-ja kontrollon jo thjesht vetëm avionet luftarak që mund të hyjnë në tokën e NATO-s, por edhe avionet civil, të cilat dihet se çfarë kanë bajtur dhe çfarë bajnë dhe çfarë kapacitete ka Siria. Kurse ndikimi rus dhe ndikimi kinez në Ballkan për destabilizimin e saj, po, Rusia dihet, domethënë e dim krejt qartë ne nga që jemi shqiptar, por edhe qëllimet e Kinës i dim krejt qartë që në Ballkan, pra në Europë, në fakt kanë pasur, siç ka Amerika Izraelin në lindjen e mesme, ashtu edhe Rusia ka pasur ish Bashkimi Sovjetik, por edhe Kina kanë pasur Serbin, por ka Serbia më të fortë jo në asnjë lloj mënyre, sepse vetë NATO-ja e para, po ashtu edhe Bashkimi Evropian, po ashtu edhe shqiptarët dhe roli i shqiptarëve jo thjesht vetëm në Shqipëri apo edhe në Kosovën e re të sotshme, por edhe në të gjithë rajonet dhe diaspora shqiptare nuk janë ata që kanë qenë në 99, por nuk kemi ata që kanë qenë para një çerek shekulli, janë krejt ndryshe, e cila Serbia vetëm për të treguar dhëmbët, pra që unë jam e gjallë dhe për të marrë, si themi ne, domethënë për të marrë ndihma, për të marrë para qoftë nga Moska, qoftë edhe nga Pekini, ban manevra të tilla, por forca e Rusisë apo rrezikshmëria forca e Serbisë apo rrezikshmëria e Serbisë për Kosovën apo për Shqipërinë, unë nuk e shoh të mundur dhe është dhe biles totalisht është e pamundur, sepse Kosova nuk është në NATO, por është mbrojtur nga NATO edhe nga Kombet e Bashkuara, nga UNIKU. E para, e dyta, është një shtet shqiptar, e treta është shteti më europian se sa slavët në Ballkan, pra shqiptarët e Kosovës janë më europian se sa slavët e Ballkanit, po ashtu edhe marrëdhënia e shqiptarëve, pra jo duke përjashtuar, jo nuk po them për liderin atë zotin Kurti apo zotin Rama, por e shqiptarëve dhe lobi shqiptar, diaspora shqiptare në Amerikë, në Bruksel, por edhe në vendet kryesore të botës janë shumë të forta se sa ato serbe, kështu që politikat e asaj mbahen në intencion dhe këto automatikisht përdoren në fakt edhe nga leadershipet e Kosovës, të cilat jemi në luftë, pra Serbia do na luftojë ne, por edhe nga Tirana, sepse interesojnë duke trilluar apo duke tjetërsuar aktualitetin dhe problemet jetike të ekonomisë, por edhe të investime, por edhe të ligjeve, të spakëve, të tona, të cilat me të vërtet janë për të dëshiruar, dhe problemet e tilla që shfaqen në media janë ilaç i mirë për qeveri, qoftë asaj të Prishtinës, por edhe të Tiranës. Sokol, për të plotësuar puzzle-in e këtij argumenti që ju ushtruat, çfarë efekti do të ketë vendimi që ka marrë Kosova ditën e sotme, ku ka shpallur Gardën Revolucionare të Iranit si organizatë terroriste?
Një që nuk ka asnjë lloj peshe, ajo është thjesht për të treguar pra që jemi Amerikan, jemi pro-Amerikan dhe jemi pro-Izrael, sepse Tirana dhe Prishtina me të vërtet leadershipet apo politikë bërësit e Tiranës dhe Prishtinës me të vërtet që e shohin që këtë botë e drejtojnë me lobi hebre, pra e drejtojnë që futet dhe ato kanë qef që të duken me të vërtet që janë dhe fort, por unë nuk e shoh në asnjë mënyrë, sepse një në radhë përpara le ta shpallë sa të doj Kosova për shembull, se e shoh në të kundërtën. Kosova nuk është antare në Kombet e Bashkuara dhe çfarë ndikimi ka ajo, pra. Është thjesht për politikat e mbrëmshme dhe siç e thash pak më parë për të dukur që ne jemi pra pro perëndimit, pra jemi pro Amerikës dhe pro Izraelit, por ndikimi i njohjes një vendimit të tillë unë nuk e shoh që do të ketë biles nuk ka as nuk do të ndikojë edhe në përkeqësim për shembull për marrëdhëniet e shqiptarëve të Kosovës me Iranin. Thjesht janë politika aktuale të cilat përdoren për ndoshta për konsum në disa qendra diplomatike, por edhe për konsum të mbrëmshëm. Sokol, unë të falenderoj që ishit në Agora News. Ishte kënaqësi për mua, faleminderit. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.